Selam, lejohet nana mi dal imam djalit 10 vjeç, djali e din namazin krejt me rregulla. Wa alaikum assalam wa rahmetullah. Jo, del djali, prin djali. Dhe argument për këtë kemi pra tek Sahihu i Bukharit, edhe pse djali pra është 10 vjeç, gjatë historisë ka pas edhe më të vegjël që kanë pri imam. Për shembull Amr ibn Seleme tregon se babai i tij pra shkoi tek profeti alayhis salam, dhe profeti alayhis salam çfarë tha? Tha, kur të vi koha namazit, pra le të pri ai që di më shumë Kur'an, siç kuptohet. Dhe thot Amr ibn Seleme, personi që dinte më shumë ishte pra ky, ndërkohë që në atë kohë ishte 6 ose 7 vjeç. Kështu kuptohet prej hadithit. Po ashtu edhe gjatë historisë, ka pas shembuj të shumtë, për shembull Imam Ibn Jarir at-Taberi e ka memorizuar Kur'anin në moshën 7 vjeçare. 8 vjeç ka pri ka dal imam, kështu që del djali.